Këta janë 7 kushtet e fjalës la ilaha illallah, që po qëse na i plotësojmë ashtu siç duhet, me lenë Allahut, fjala la ilaha illallah do të na bëjë dobi në ditën e gjykimit, e Allahu na bëf prej tyre. Aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سودا وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه. Allahun e faleminderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër të ndershme, shokëve të tij besnik, ata që e përkrahën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në përhapjen e kësaj feje, në krye me Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun radhiyallahu anhu dhe të gjithë sahabët tjerë, dhe salavatet dhe selamet i dërgojmë të gjithë atyre që pasuan në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Imam Nesai na sjell një hadith që transmetohet nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se Musa alayhis salam i është drejtuar Allahut dhe i ka thonë: O Zot, më trego thot diçka, më trego thot një fjalë që me të thot të bëj dhikr dhe të lutem me të. E Allahu i tha: O Musa, thuaj la ilaha illa Allah. Dhe në këtë rast Musa ja ktheu dhe i tha: O Zot, po të gjithë robërit e tu e thon këtë. Do të thonë se Musa alayhis salam sikur nuk ishte donte diçka më të veçantë. Dhe i tha: O Zot, kretë robrit e tu e thujnë këtë fjalën la ilaha illallah. Dhe me në atë kuptim tregon diçka më të lartë se kjo. E atëherë Allahu xhaleshanu ja kthej dhe i tha: O Musa, tha, sikur tha 7 kat qiej dhe 7 kat toka, domethënë dhe çka jeton në të mrenda për krijesave, të vendosen tha në njërin krah të peshorës. Dhe fjala la ilaha illallah në krahun tjetër të peshorës do të peshonte më shumë fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pra kjo fjalë është shumë fjalë fuqishme. Është fjala më e dashur te Allahu Madhërisëm. Është fjalë domethënë që ne Allahut i shprehim madhërim duke e njehsuar atë, duke e besuar atë si Allahun e vetëm për Zot, dhe se çdo sen që adhurohet post tij është batil edhe e kot. Mirë po, kur kjo fjalë ka peshën e saj, kur kjo fjalë ka vlerën dhe e ka shpërblimin e kaq të madh te Allahu Madhërisëm, këtë peshë nuk e ka nëse ti vetëm e thu thjesht si fjalë goje la ilaha illallah, dhe vepra tjera nuk i kia as kërkund. Por se kjo peshë vlerën e ka dhe shpërblimin e madh e ka te Allahu, atëherë kur na do t'i plotësojmë kushtet e saja. E cilët janë pra kushtet e saja? Dietarët kanë thënë se po qëse na si musliman e thomi fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah dhe i plotësojmë kushtet e saja, atëherë do të thonë kjo fjalë do ta marrë këtë peshë dhe këtë vlerë te Allahu dhe këtë shpërblim të madh te Allahu i Madhërisëm. Kushti i parë i fjalës la ilaha illallah është dituria. Me këtë në kuptojmë që na si besimtar duhet që të marrim dituri për fenë e jonë. Do të marrim dituri se kush është Allahu, kush është madhëria e Allahut, çka është domethënë fuqia e tij, kush është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe tha Allahu në Kur'an: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah." Dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë tjetër pos Allah të Madhërisëm. Dije se nuk ka Zot tjetër pos Allah të Madhërisëm. Mirë po, dije nuk do me thonë ta dish vetëm thjesht se e din Allahu është krijuesi jon, por ta dish se cila është madhëria e tij, ta dish se kush është Allahu i Madhërisëm, dhe kur e din me bindje, atëherë do me thonë edhe i nënshtrohesh atij ashtu siç meriton madhëria e tij. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna." Kush vdes dhe e di për Zot të tijin Allahun, e di e njeh se kush është Allahu, kush është krijuesi, do të hyjë, tha, do me thonë do të hyjë në xhennet. E dyta, kushti i dytë është e bindja, e që është e kundërta e dyshimit. Pra besimtari është i bindur në Allahun e Madhërisëm, është i bindur në profecinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, është i bindur se atë që thot Allahu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është hak edhe vërtet, edhe se e vërteta është vetëm ashtu siç kanë thënë ata dhe jo ndryshe. Tha Allah në Kur'an: "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Tha Allah në Kur'an, besimtarët të vërtet janë ata që e besuan Allahun, e besuan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe në këtë nuk ishin të luhatshëm, por ishin domethënë të bindur se atë që thot Allah është hak, atë që thot pejgamberi është hak, nuk ishin të luhatshëm, nuk ishin të dyshimt në fenë e tyre dhe në imanin e tyre. E treta është pranimi, kabulli. Do me thonë se çdo sen që na vjen prej Allahut e prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duhet na që ta pranojmë atë. Pavarësisht a na konvenon, as na konvenon, ne do me thonë çdo sen që buron prej Allahut për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, duhet do me thonë që atë ta pranojmë. Transmeton Imam Buhari dhe Muslim nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu një hadith shumë interesant.
ku tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e tij, shembulli i im tha që më ka dërguar mu Allahu tha në mesin e juaj tha, është tha sikur shembulli i shiut, kur bie shiu, dhe tha kur bie në tokë, çfarë takon shiu në tokë? E takon tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një pjesë të tokës, e cila tokë tha është pjellore. E thithën tha ujtin e shiut dhe pastaj prodhon bereqet. Bën domethën bereqet. Toka e dytë tha është një tokë e ngurtë, tek e cila domethën kur bie shiu ajo e mbledh ujtin. Dhe prej saj vinë edhe pinë kafshët, marrin njerëzit ujë prej saj e ujtin tokën pjellore kështu me radhë. Dhe toka e treta është tha toka tha e rafshët. Tha që as e mbledh ujtin, po as e pranon. Po vetëm kalon ujti dhe faktikisht nuk i bën kur një fardobie. E kështu domethën janë njerëzit karshi domethën ajeteve dhe haditheve, karshi profecisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, karshi fesë islame. Disa njerëz e pranojnë islamin, e besojnë dhe i nënshtrohen asaj. Kur dëgjojnë ajete dhe hadithe, i vendosin në praktikat e tyre. Mirë, po ka disa njerëz të cilët edhe pse i dëgjojnë ajetet dhe hadithet, janë sikur ajo toka e rrafshët e cila nuk e pranon shiun. Domethënë kalon shiu para saj dhe nuk ka kur një fardobie. Domethënë kjo është zemra e ngurtë e Allahu na ruaj nga kjo zemër. Pra, kushti nga kushtet e fjalës la ilaha illallah na qen ka kabuli, domethënë na qen ka pranimi. Çdo sen që na vjen për Allahut e për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ne e pranojmë atë. E katra është inqiyad. Me inqiyad nën kuptojmë vepra, atë të cilën e dëgjojmë prej Allahut dhe prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ta vendosim në veprat tona. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa man tha Allahu në Kur'an, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa muhsin." A ka tha dikush tha më bamirës, më i mirë se ai i cili thot i nënshtrohet thot fesë së Allahut madhërisëm dhe është vepër mirë. Domethënë atë që ja urdhon Allahu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më njëherë vrapon, nxiton, garon që ato domethënë të nxjerrën në veprat e tyre. Kushti i pestë është es-sidq, domethënë është të jesh i vërtetë. Në këtë fe, të jesh domethënë musliman i vërtetë. Jo domethënë të jesh musliman, si më thon musliman pa vepra. Jo të jesh domethënë musliman vetëm me emën, por domethënë të jesh musliman i vërtetë. Domethënë kur ka thon Allahu, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mjaftoi. Kjo i mjafton besimtarit. Besimtarit vetëm i duhet që ta dijë se cila është, se si duhet ta veprojë veprën. Nuk dyshohet besimtari se a duhet ta veprojë një vepër ose nuk duhet ta veprojë. E gjashta është ikhlasi. Me ikhlas në kuptojmë që ta adhurosh vetëm Allahun një, dhe çdo sen që adhurohet përveç Allahut domosht ta konsiderosh batil edhe të kot. Edhe kushtet e fjalës la ilaha illallah. Që po që na i plotsojmë ashtu siç duhet, me lehen Allahut, fjala la ilaha illallah do të na bëjë dobi që don Allahu dhe na do na bëj prej tyre. Dhe çdo sen dhe çdo gjë që nuk e don Allahu, alhamdulillahi rabbil alamin.